Fjalët më të rrezikshme në planet. E di unë këtë. Është sa e tani kap një veten te kjo pjesa e di unë këtë, me ndo këtë kafkën edhe thuj, thuj, të merë. Kjo është fjala më e rrezikshme në planet. Pse? Sepse sot, thush e di unë këtë, nuk ke bërë një gjë. Sot i di Google i gjitha, futu në YouTube i di gjitha. Futu në ku dushti, në internet, në Google i di gjitha. Gjithë problemi nuk është që neve tani kemi atë zotësin kush di më shumë. Neve kemi zotësin kush zbaton më shumë. Nuk po flasim për njohuri. E di ti atë rregullin e Excel? Po, e di, ja një sekond. Po, e dhe. Neve themi qa zbaton më tepër, vla, qa bën më tepër. Edhe në momentin që neve themi këtë gjë, atëre kapim veten që e di unë këtë, ta zbatoj që në fillimin qa shkruje dhe pasaj qa do bëjmë një gjë. Ajo që vërtet na jep sukses është çfarë bëjmë neve me atë që dim. Neve do shohim ca gjëra, do bëjmë ca ushtrime, do bëjmë ca pyetje. Dhe nuk është pyetja e di apo jo, por çfarë bën ti me atë që di, po çfarë bën tani, domethënë çfarë do bësh direkte sot mas trajnimit, ta vesh në punë. E dyta është që si e bën atë që di. Për shembull, e di, i flitet shumë mirë klienti, me thonë drejtën di si i flitet klienti. Po, e bëjt në kur klienti është kështu. Se neve kemi çik të paragjykimin. Nëse klienti është me kollare, i flasim mirë. Nëse klienti është me zinxhira me gjë, japim kolegut. Ja, se kjo është. Tritmë me atë ndaj. Shikoj se e kemi shumë mirë. Dhe në këtë lloj forme, neve kemi atë që a di cilësh mirë me klientin? Po, me gjithë do cilësh mirë. Edhe do ta bësh atë që